Përshëndetje miq, mirë se erdhët në emisionin Pena e Shkodrës. Rifillojmë edhe një herë tashmë ciklin e emisioneve Pena e Shkodrës. Pa diskutim që nuk do të kishte si të fillonte tetori, pa filluar edhe emisioni Pena e Shkodrës. Mbase është disi një thënie disi klishe. Por me fillimin e muajit tetor, i cili konsiderohet tashmë muaji i librit, vjen edhe Pena e Shkodrës me të ftuarit special që ka gjithmonë në këtë emision. Unë ju jam falënderuese për mesazhet e panumërta të cilët pyesin kur fillon emisioni Pena e Shkodrës, pa diskutim që sipas kërkesave tuaja, edhe sipas mendjes edhe vlerësimit që kam ndaj njerëzve që vinë në këtë studio, që shpalosin talentin e tyre, jo vetëm, që shpalosin shumë çka mbi letërsinë shqipe. Dhe sot kam nderin që unë ta filloj emisionin, këtë cikël emision është tashmë, me një nga personazhet dhe një nga gratë e rralla që unë njoh realisht. Për të them të rralla, sepse nuk kemi të bëjmë thjesht me një drejtoreshën e bibliotekës publike Marin Barleti, po me një studiuese shumë të mirë të gjuhës shqipe dhe jo vetëm, me një përkthyese të mrekullueshme dhe poeten e cila shënon atë kurin e parë në gegnishten e letërsisë shqipe, zonjën Ledja Dushi. Përshëndetje Jola, përshëndetje gjithëve. Faleminderit për ftesën edhe për faktin simbolik që tetorin e librit. Nuk ka si të vinë tetori i librit edhe pa hapni të dyja së bashku nuk do të kishte kuptim. Realisht jenë penat më të spikatuna të letërsisë bashkëkohore shqipe. Jo vetëm në poezinë tënde, në përkthime, pa diskutim, në studimet tuaja, pa diskutim, shumë shpesh në artikuj të ndryshëm, edhe shumë çka tjetër. Je një pjesëmarrëse e shumë festivaleve, por tashmë vjen nga një festival prestigjos, domethënë që mbahet në Milano, Fjala Fest. Është një prej festivaleve të rralla, të cilat fton autorë shqiptar në bashkëpunim me autorët italian, ose me poezitë e tyre dhe veprat e tyre të përkthyer në italisht, por edhe shqip, që prezanton letërsinë shqipe, që përçon përpara vepra, emra dhe tregon se Shqipënia nuk është një vend që i heshtur ose me bëma tjera, por letërsia përçohet njësoj, ecë njësoj me ritmin e kohës. Si ishte të ishe pjesë e këtij festivali që mbahet Milano? Edhe të lutem pak për organizatorët edhe për pjesëmarrësit që ishin aty. Fjala Fest si mjet shënoi edicionin e dytë. U majt nga data 26 deri 28 tetor. Është moment i rëndësishëm kisha me thanë për letërsinë shqipe dhe po e shpjegoj mas pak. Mas pari du me i kenë mirë njohëse edhe me bat njoftun edhe për publikun e qytetit ton që organizatori Fjala Fest është Slow Mill, që është një qendër kulturore. Një lloj qendër kulturore e vendosun që ka Selin dhe aktivitetin e saj në Milano, që ushtron aktivitetin e saj në Milano, të zakonshëm, të gjithmonshëm, pra nuk është vetëm organizator i Fjala Fest, po Fjala Fest është një në organizimet që Slow Mill man. Du me i kenë falenderu se një bashkëqytetarit ton, Besmir Riolli, i cili edhe drejton Slow Millin, edhe ishte mas paku vullnet mirë, që përveç se drejton atë strukturë kulturore, u bë edhe për herë të dytë hosti i këtij festivali që ka në qendër fjalën shqip, praktikisht. Sigurisht një përshëndetje dhe falënderim tjetër për tanë punën e vet koordinuese dhe prej kuratori. I shkon edhe profesorit miku tem Stefan Çapaliku, i cili ishte edhe koordinator dhe kurator i këtij festivali dhe kurator edhe një antologjie e cila rrjedh për këtij festivali tashmë. Sigurisht pasojë e festivalit dhe këtu janë përfshi fragmente nga proza dhe poezi, varësisht nga shkrimtarët edhe poet pjesëmarrës në festival. Është i rëndësishëm festivali sepse përpiqet me rrok përfaqësues letërsisë shqipe, jo vetëm nga Shqipëria, por edhe nga Maqedonia e Veriut, edhe nga shqiptarët e Malit Zi, Kosova, madje edhe diaspora, sepse të pranishëm ishin edhe shkrimtar
shqiptarë që jetojnë prej kosh në Itali, si që ishte Selma Dino, apo autor shqiptar që jetojnë jashtë, për arsye të ndryshme si Visargjiti, i cili është përshëndetur nga konsullata shqiptare. Po ishte e pranishme zonja konsulle e Shqipërisë Milano, ishte e pranishme asesorja e kulturës e Bashkisë Milanos, që ka flet për jo vetëm për iniciativa që vinë sigurisht nga vullnetet e mira personale, por edhe nga iniciativa që mbështeten edhe nga institucionet shtetënore, jo vetëm nga konsulata jo në Milano, por edhe nga ministria. Tashma Ministria e Kulturës. Ministria e Kulturës. Pa diskutim që nërkohë që ne flasim, ne do t'jenë fotot në sfond që shoqënojnë bisedën tonë të këtij festivali, që të marrë gjatë festivali. Është gjë e rëndësishme sepse ishte atmosferë shumë e mirë. Atmosferë shumë e mirë, jo vetëm nga mënyra se si u paraqit letërsia shqipe mes prezantimit të autorëve shqiptarë dhe leximeve në gjuhë italiane nga sa autor ishin nga Shqipëria? Ishim një grup i mirë autorësh që nga Visargjiti, Stefan Çapaliku, Durim Taçi, Nu Ukaj, Lulzi Maziri, Andreas Dushi, Marcela Neni, Mark Lutz Gjonaj, goxha emrat të spikatorëve të letërsisë shqipe dhe ashtu siç e edhe një gamë interesante moshash edhe stilesh edhe zhanresh të përfshime në një stile të ndryshme, zhanre të ndryshme, jo vetëm poezi, por prozë, poezi, ese, shumë çka tjetër, tregime, gjithçka tjetër. Si është përballja me një publik tjetër, Lidia? Dhe është një festival ku mblidhen shqiptarët, por vinë të ndjekin edhe të huajt, edhe kjo është diçka shumë kurioze, realisht. Unë personalisht e kam përvojën e disat me një publik që praktikisht nuk e kupton gjuhën, dhe ky është emocioni i veçantë gjithmonë, është diçka tek e cila unë besoj deri në fund, që është leximi në gjuhë amtare. Çka do të thotë për mendimin tim, është leximi autorial në gjuhë origjinale është jashtëzakonisht i rëndësishëm pikërisht për shkak të përjetimit momentit. Pra, ti nuk në gjuhësi nuk e njeh gjuhën, po mundet me marrë një emocion të papërshkruar edhe drejt për drejt. Unë e kuptoj që janë emocione që ti i ke përvua dhe i ke pa dhe reagimet e publikut e di që i ke. Për hir të vërtetë, jo të gjithë autorët e kanë qejf leximin autorial. Personalisht e kam shumë të lidhur me performimin, me leximin autorial. Poezin merr një forcë tjetër, një valencë tjetër kur publiku do ta ndjekin edhe leximin e poezisë tane nga jo dhe nga edhe përkthimin të lexuar pastaj nga artisti Indri Shiroka Qyteza, pa diskutim. Të cilin e falenderojmë dhe e përshëndesim shumë. Pa diskutim që përshëndesim Indrin. E kuptoj që pjesë e këtij festivali tashmë janë emra Manza, po thash edicioni 2, do të ketë një vazhdimsi ky festival, edhe cilat janë kriteret që të jetë një artist ose një shkrimtar, një poet pjesë e këtij festivali? A ka një kriter të veçantë apo thjesht një shkrimtar shqiptar nza? Për hir të vërtetës, unë mendoj, dhe po flas në veshjen e dikujt tjetër, unë mendoj se puna e kuratorit e përzgjasit është shumë delikate, për arsye se është pjesë e natyrës njerëzore, hatërmetja apo një farë shqetësimit për pjesëmarrje ose jo. Do të herë ishte pjesë. Po mirë, duke pas edicionet ndryshme, njerëzit do të kenë absolutisht ka me pas hapësinë edhe mundësi për pjesëmarrje. Unë kisha dash me theksu këtu në gjithat kuadër të festivalit edhe panelet e diskutimit. Çfarë ishin panelet e diskutimit? Edhe mbi çka u diskutote? Patjetër, panelet e diskutimit kishin bashin në radhë parë me përkthimin, përgjithësi, sepse është pjesë shumë e rëndësishme përkthimi, sepse ishim një vend tjetër dhe po themi krejt vlera e punës tonë ishte bazuar te një farë mënyrë edhe te cilësia e përkthimit, se u mushën plot me falënderime, po absolutisht nuk mund të rri pa falënderu Fabio Rokin, i cili është përkthyes i pjesëve tona në këtë antologji, është pedagog në Tiranë,
Kjo antologjia është edhe shqip edhe italisht apo vetëm Antologjia është vetëm në gjuhën italiane. Domethënë janë pra janë shkrime. drejtu një publikut drejtu publikut italian Fabio Rocchi, profesor, i cili domethënë. po jo vetëm që ka bë përkthimin e pjesëve pjesëmarrëse të përfshime në antologji, por shumë e rëndësishme ishin diskutimet rreth përkthimit si i tillë, po përkthimi është vetëm një hap. Editoria është, pra botimi është një hap tjetër shumë i rëndësishëm. Në hap mas hapi deri që shkon tek përfundimi Po është vërtet proces shumë i vështirë dhe editoria edhe libri dhe tash në krizë në sens botnor. Pra duhen si duket duhen mjete tjera me përcjell tekstin, nuk mjafton më libri. Nuk mjafton më vetëm një libër. Po pra, diçka tjetër. Tashmë kanë filluar edhe këto, jo po festivale, po pra duhen performancat, pesëmarrja shumë çka. Në një temë shumë e rëndësishme ishte edhe letërsia shqipe. Letërsia shqipe sot. Pra letërsia shqipe e mas viteve 90. Çka do të thotë letërsia shqipe e dalur nga regjimi, letërsia shqipe gjatë tranzicionit dhe letërsia shqipe pas tranzicion, që është ajo që praktikisht shkruhet sot. Ton problemi është një farë mënyrë rrëzimi i kultit të individit. Nuk di sa e qartë jam. Letërsia është e gjanë edhe ka vend për shumë, është shumë zanshe, është polifonike. Tu kenë shumë zanshe, letërsia ka vend për shumë. Ka vend për çdo autor. Prandaj faza e tretë e post tranzicionit që e quajtë ti. Po e themi, dakor, shoqënohet me rrëzimin gradual të kultit individit, pra të mos shenjumit një letërsie me një person, apo 2 apo 3, por pranimi, sigurisht pranimi i një letërsie shumë zanshe, shumë ngjyrshe, shumë të natyrave të ndryshme, dhe kalimi i letërsisë drejt unit. Pra, me këtë rast edhe shkputja në një farë mënyrë graduale nga letërsia angazhume, një element shumë i fortë përfaqësues i letërsisë shqipe deri vonë. Unë të pas parasysh që kam përballë një prej studiuseve më të mira, përkthyeseve më të mira, nuk e di pse s'mundam ende me thonë emrin profesoreshave më të mira, edhe pse do të ishte një ndër profesoreshat më të mira të letërsisë shqipe. Kisha dashur një mendim tonë personal ku ndollen asat në letërsinë shqipe. Praktikisht nëse i referohemi edhe pjesëmarrjes mund të referoheni edhe pjesëmarrjes festivalit Fjala Fest, than e gjithë ajo gam elementesh që solla, pra i gjithë ky proces nga kalimi në një fazë tjetër, në fazën e fundit ku drejtohesh ka uni dhe i përpiqesh me u largu letërsisë angazhume apo asaj që do të donin tjerë të dëgjojnë apo asaj që presin tjerë prej shqiptarëve etj. Kisha me thënë që ky është momenti më i mirë që ka letërsia. Liria, pra. Liria, po, kuptoj, por edhe sot që mundet me pas letërsia shqipe. Mundet me pas. Mandej koha vrastare edhe i lën vend sit etj. Sit gradualisht, por mas tanti procesit mundemi me fol për një proces shkrimtarie dhe krimtarie më të pastër, më personal. E kuptoj. Si poete, tashmë librat tu janë dorën e lexuesit, pa diskutim. Po ndodh shpesh një që kam nevojë me kuptu, thotë se me lexu disa herë, pse Ledia është kaq shumë mistike, kaq e hekurt. Dikush më tha një ditë gati si Martin Camaj, po nuk më dukesh një Martin Camaj, ndonë se unë të lexoj. E kishin në sensin e misteriozës, e të hekurtës, e të asaj që nuk depërtohet shumë kollaj. Poezia jeme praktikisht nuk është lehtë me fol. Absolutisht. Po mirë, nuk është lehtë të tatush një mendim tonë. Unë praktikisht për fat nuk e vujta në sensin e shkrimtarisë, jo si
jo socialisht, jo si person. Nuk e vujta këtë procesin që sapo përmenda disa herë. Do me thonë, unë nuk erdha as pak për shkak të moshës, edhe për nga një letërsi e angazhume arrita me një herë me bëj instinktivisht ndamjen prej kësaj letërsi apo prej poezisë angazhume dhe me një letërsi moderne, me një poezi moderne realisht. E fillova një farë mënyret me një lirit plot të shkrumit, po asnjë lloj, kjo kishte të bëte me temperamentin si duket. Çka ka ndiku tek ti që me kanë ka që figurshme poezia jote, me një metaforë të jashtëzakonshme, gati e pa dëpërtueshme, për disa pena që disa njerëz që mendojnë se lexojnë poezi, edhe ajo bën dallimin me sinestetizmi praktikisht në psikologji është anomali. Praktikisht në poezinë teme është si më thon formula bërtham praktikisht si duket në shumicën e rasteve edhe na e pranojmë na dhe e pranon pothuajse çdo shkollë filozofike që realiteti edhe e përditshmja është shumë e pakuptimt, është shumë bosh dhe është një element përballë që përgjithsisht nuk krijon asnjë lloj dialogu interesant. Njerëzit më të ngarkuar që meditojnë, që thellohen, që shqetësohen prej kryetherës, kanë prirjen me kriju realitetet tjera. Mirë po, realiteti sigurisht një formë shkputje nuk sugjeron, në rastin konkret poezia sugjeron një tjetër dimension. Real ose jo, është e vërteta e autorit edhe nuk kanë shumë diskutime. Pra krijon dimensione tjera të cilat mandej funksionojnë mbi formulat të cilat i përmendme. Unë kam një poezi vizuale e cila funksionon mbi sinestetizmin edhe sugjeron këtë dimension tjetër, sugjeron këtë të vërtet tjetër e cila jo nuk ka kusht të kuptuarin si kategori. Por nuk duhet edhe të kuptohet. Jo, përfshimjen, po. Shumë e rëndësishme është me u godit, me u përfshi. Është më rëndësishëm se të kuptuarit. Për atë që që nuk është pra studiusi, analizuesi i poezisë etj, për autorit cieni, për atë që e dëgjon dhe këtu dalim në fillim të aja që thashtë të mjeti, ai mjeti që na çon nga teksti te një gjusi. Unë kam zgjell zanin. Çka do të thotë leximin e gjallë? Me i dhanë za, është e qartë. Absolutisht. Sintagma me i dhanë za, pra duhet me i dhanë za asaj që është e shkruar, sepse shkrimi edhe për shkak kohës në cilën jetojmë, kërkon kohë, kërkon qëndrim e tjerë me unal, ndërkohë zani, i cili nuk njeh asnjë lloj kufinit, mundet me përçuat atë çka nuk kuptohet, sigurisht atë sepse e bart tonat, sepse bart fryma nuk është e çancueshme, nuk është e përshkrueshme, ose identifikueshme, e kështu e bën më shpejt me shku, po mendoj tekstin të autorit. E kuptoj që tek fjala fest poezia shqipe, qoftë të gjitha tekstet që ishin shqip janë përkthyer në italisht. Por ndërkohë ne flasim për një poezi në gegnisht mirëfillt me një gegnisht e puro, edhe flasim për një gegnisht e shkruar me shumë herët në kohë, unë tham e para në gjuhën shqipe, poezi moderne në gegnisht. Mas viteve 90 pa diskutim, korrigjon pa diskutim. Por profesor Perimon, po flasim në rangun e poeteve femra. Po e ndajmë një moment. Dhe du me thënë si përçohet gegnishtja e përkthyme në italisht, sepse gegnishtja po flasim për një gjuhë shumë më të thellë, është sigurisht që është shqip, por është shumë muzikale, shumë poetike, shumë e goditon, figurat ndryshojnë realisht, por edhe poezia e lidhjes është shumë e thellë dhe ndryshon shumë. Si përçohet në italisht një poezi e tillë? Mendoj që më shumë se sa dialekt është gjuha e autorit, është idiolekt praktikisht. Dhe vështirësia, nëse mund ta përmendim këtë term, ta përdorim. Vështirësia nuk konsiston te gegnishtja si e tillë apo te fjalët e përdorura, apo
thotë Borgesi gjithmonë të mënyra se si një fjalë vën raport me një fjalë tjetër dhe këtu hin punë edhe krijuesi poetit, domethënë i vën rreshohen fjalët në atë mënyrë që në një rend të zakonshëm nuk do të dukeshin ashtu. E poezia sugjeron një rend anarkist, kaotik, një rend tri, kështu që prandaj edhe e vështirëson receptimin kërën e ri, kurse jo, unë nuk guxoj, nuk e kam bërë kurrë, unë nuk e kam përkthy kurrë poezinë time në asnjë nga gjuhët që di dhe nuk kam nuk e kam natyrë me kanë kategorike, po mendoj se mundem me kanë bindshëm kategorike që nuk kam nërmend me bë, sepse unë njoh shqipen shumë mirë. Sigurisht edhe gjuhët respektive nga të cilat përkthej, por jo aq mirë sa unë me përkthy tekste nga shqipja në gjuhë huaj dhe këtë dert intelektual. Ma ka heq Fabio Rocchi, i cili ashtu si Alma Braja në greqisht, ashtu si Nikol Berisha në gjuhët slave, në të shkruar të folur të Malit Zi, kanë rujt dhe i falenderoj literalisht tekstin tim. Edhe kjo është me të thënë drejtën një në gjanat ma të shtira, por ma bukura. Perceptimi ka kanë shumë real dhe i vërtet. Pra, i uji, në këtë rast italiani, në rastin tjetër greku, kanë marrë, e kanë një si duhet tekstin, çka do të thotë. Teksti ka për t'jallë emocionin që ka mbartë. Unë vetë jam person që përkthej, mos ma keq kuptoni literalisht, se literalisht duket sikur nuk ruan kuptimi, por respektoj maksimalisht ashtu se dikush që do të donte ti respektoj vepra maksimalisht, respektoj originalin, sidomos në poezi që kush jam unë me nërhy në vargjet e një krijuesi, fjala vjen në vargjet e Alda Merinit apo cilën e ke sjellë një rast më i fundit. Kështu që kisha me thënë se në këtë rast edhe në rastin e Rockit është përkthimi literal dhe kujdesi i tij i jashtëzakonshëm që me i kërku ndihmë italishtes për përcjelljen më të mirë sinonimike. Melena ende tek poezia e Ledia Dushit. Sa kohë të duhet me hell një botim tjetër. Ke shumë kohë pa një botim tanin, tashma. E di që ribotohen poezit tuja, kërkohen. Pas një ribotohen në 2019, por unë e di që është një libër që kërkohet, është një libër që thurohet pafund, është një libër që studiohet tashma, sepse studiohet për tema, për mënyrën e gegnishtes të folun, për mënyrën e gegnishtes shprehun, për mënyrën e të shkruanit shumë saktë të gegnishtes, edhe shumë çka tjetër. Por kur do të vesh me një botim tjetër tanë, më duket sikur kim angazhu kohën tanë me përkthimin e librave. Absolutisht edhe mi profesionin që ki marrë mbi supe dhe që ti shumë serioze në atë profesion. Por praktikisht është diçka tjetër pena jote që i mungon publikut, i mungon lexuesve. Jam shumë e sigurt për të. Falenderoj për konsideratën edhe për pyetjen. Praktikisht ti e din vetë, e njeh shumë mirë procesin dhe unë nuk kam pas kur një proces të shpejt. Çka do të thotë i shpejt është procesi fizik i hedhjes. Aja është gjaja pothuajse gati. Është e fundit, por problemi është të tonë ai procesi mbrëmshëm marrë element është deri te filtrimi që nuk ka çështja tek koha, sepse nuk bëhet fjalë për kohë në rastin konkret, paktën nuk kam një punë me tekstin, çka do të thotë kam hadhi herë, po i kthehem edhe 3 herë, po ndroj, nuk funksionon kështu në mënyrën tënde, pra nuk është mekanik procesi. Procesi është i gjithë i mbrëmshëm dhe ky e vështirëson praktikisht se kena një jetë një të përditshme, e përditshmja besoj bin dakord gjithë që nuk është e favorshme për krijimin. Kohë që nuk është e favorshme. Nuk është e favorshme për krijimin. Gati dhe meditimi nuk na lejohet. Më të tjerë, më thonë nuk na. Sot më shumë se kur ose më pak se kur mundesh me zjarr favor prej përditshme. Është pa mundur. Është bërë rutinë. Ky lloj
dyzimit i mbrëmshëm. Pengon Kjo ekzistencë e dy vetjeve mbrana një e cila po e them shumë banalisht, njëna ka me njek për diçmërinë dhe tjetra ka me u kujdes për prodhimin shpirtëror, në të rast për poezinë, është po këta nuk bëhen bashkë praktikisht në rastin tënd. Është shumë e vështirë. Bashkëjetojnë ashtu si shenja zodiakale që përfaqëson që është binjakt si duket. Përveç poezisë, e ke menduar ndonjëherë të sjellësh prozën? Proza vetme që shkruaj janë studimet. Do më thënë, poezia mbetet. Mbetet është ajo pjesa elitare e letërsisë shqipe dhe lidhja mbetet tek letërsia, tek elita e letërsisë shqipe. Këtë raport kam, do më thënë, nuk e kam të kërkuar. Kjo është kaq mundem praktikisht me ba, e kam të lidhun si duket një farë mënyrët me poezinë ikjen prej. Po shfrytëzoj pak faktin që jeni amike dhe unë e di që ke një dinamikë të përkthimeve kohëve të fundit, dhe jo vetëm kohët e fundit, por unë e di që tashmë je dedikuar shumë përkthimit. Është një sfidë në vetvete përkthimi. Sa sfiduese është për ty, se e di që nuk përkthen vetëm në një gjuhë, po edhe në gjuhë të ndryshme, por sa serioze edhe sa sfiduese është përkthimi? Serioze për mua absolutisht është gjithçka që i bëj, sepse ka të bëjnë me karakterin, nuk mundem ndrysh. Sigurisht është sfidë, sepse duhet edhe një vetje tjetër që i jepet përkthimit. Që i harron çdo gjatë tjetër edhe të jepet përkthimit. E flasim si art në vetvete, se përkthimi është një art në vetvete. Si krijimi një poezi ose një librit me poezi, përkthimi është kisha më thënë po për mas me kalun klishe pikërisht përcaktimi i ekos, në parantezën s'kam qejf me bë citime, po më vjen ma lehtë përcaktimi i ekos që përkthimi do të thotë me thënë pothuajse të njëjtën gjë. Pothuajse të njëjtën gjë. Pavarësisht se është shumë e lehtë me përcaktuar brenda një shprehje, po këtë problemi është me thënë në një gjuhë tjetër thuajse të njëjtën gjë. Dhe arritja është me thënë një gjë. Edhe me përçut njëjtin emocion. Në mënyrë pa asnjë pengesë. Pa cënume. Edhe mos me vënu as për autorin, as për nacionalitetin e autorit, as për... Por tanë kjo lehtësi e gatshme për të lexuesi është një mundim i amshueshëm për përkthyesin. Jena në muajin tetor, për çudin ton, ndoshta, ose për fatin ton, e quaj muaji i librit. Edhe pse unë e di që biblioteka Marin Barleti nuk ka një muaj libri, po ka 12 muaj libri. Sepse ka 12 muaj aktivitete, ka 12 muaj ku përçohen zonat e ri që vinë letërsi, edhe jo vetëm, të gjithë studiuesit, edhe shumë çka tjetër. Por e di që në fund të këtij muaji ne do të mbajmë një festival tjetër. Ç'a është ky festival, edhe ndoshta deri diku pak edhe kalendarin që do të përfshin biblioteka Marin Barleti në këtë muaj tetor, muaji i shajit i librit, po i thaj. Edhe pak a shumë gjanë, pak më të hollësishme në mënyrën çfarë festivalit, si do trajtohet, kush mund të jenë ftuar që të zbulojmë disa prej tyre, jo gjithë. Okej. Si është menduar? Falenderoj sigurisht për pyetjen, absolutisht që libri është elementi mbi të cilin funksionon Biblioteka Publike Marin Barleti, e cila në kujdesin e Bashkisë Shkodër dhe veçanërisht Drejtorisë Kulturës organizon gjithmonë, është gjithmonë e hapun, pra hapësin edhe për lexuesit, edhe për personat e interesuar për studimin, edhe për arkivin, për aktivitetet e mbrëmshme, çka do të thotë që kanë bëjnë me kalendarin e bibliotekës vetë, por edhe mikpritse, siç e dim, për aktivitete të cilat sugjerohen nga hapësinat ndryshme, qoftë edhe nga persona, apo organizata, apo njerëz të interesuar në Shkodër, apo edhe jashtë Shkodrit, apo edhe jashtë vendit. Kryesisht edhe nga gjitha trevat shqiptare, realisht po. Mendoj se e kam thënë edhe një herë, edhe shumë herë, nuk e di, ky është edhe qëllimi i bibliotekës me kenë publike, ashtu siç e ka emrin, me kenë e hapur për gjithë. Të interesuar, edhe ky nuk ka lajm. Çështja është që si në të muajt e tjerë, edhe këtë muaj, edhe muaj tetor është i mbushur me aktivitete që nga fëmijët, klubet e trive dhe të nxënësve, klubi i fëmijëve, detektiv të vegjël, është prap një element i futur
risht. Çfarë janë detektivët e vegjël? Detektivët e vegjël janë fëmijë të cilët e njohin librin ose mësojnë me njoft librin nëpërmjet kërkimit. Prandaj edhe I kena quajtur detektivët e vegjël. Pra, është një mënyrë tjetër me çast librin tek me u lexuesi, edhe tek fëmijët edhe tek me brezat e afru, ndryshëm. Po. librin te fëmijët. Praktikisht një ndër gjanat më të rëndësishme përveç aktiviteteve që janë sigurisht shumë të rëndësishme, promovimeve apo aktiviteteve me shkollat e mesme në lidhje me letërsinë dhe zhvillimin apo edhe me krijimtarinë e trive, është edhe çmimi Koliçi që e filloi vjet në tetor jetën e tij. Dhe ka vazhdimsi edhe Parë këtë vit. do vazhdoj edhe këtë vit, do jepen 2 çmime, çmimi Koliçi për autor karriere. Dhe çmimi Koliçi për autor 3. Dhe një element tjetër kisha me thënë shumë e rëndësishëm është edhe organizimi një aktiviteti, një festivali letrar, Next Verse, vargu tjetër. Do të ishte shumë interesante. Çka do të përmbaj kjo festival? Praktikisht një pjesë e festivalit është risjellje e Jehonës apo zgjatje e Jehonës Fjala Fest. Çka do të thotë një pjesë autorëve që ishin të ftuar te Fjala Fest sepse ishin edhe përfaqësues të rëndësishëm të letërsisë re shqipe do jenë edhe në festivalin e këtij festivali. Festivali do përfshijë edhe krijimtarinë prozë edhe krijimtarinë poezi. Do ketë panele diskutimit sigurisht, për mu është shumë e rëndësishme diskutimi me letërsinë e masviteve 19. Është e rëndësishme. Është letërsia folme edhe parë. Absolutisht edhe ke pasur mas miri, qoftë me konferencat që mbahen te biblioteka Marin Barleti, qoftë me takimet ndryshme me studiues të ndryshëm, por edhe me trashëgimimin kulturor që Letja nuk e harron asnjëherë, edhe çdo ditë të rikujton vargje, qoftë poetë të ndryshëm, shkrimtarë të ndryshëm. Është një lloj farnes që më kujtove, po një lloj kalendari. Është një lloj kalendari i zakonshëm, niqen datat e autorëve. Unë këtu jam pak lokaliste, sepse dhe gjithmonë autor të qytetit, do me thanë edhe jo vetëm historike dhe deri në ditë tona. Në të Hanën, po, me 6, bashkë me kolegen punojse në bibliotekë që kujdeset për digjitimin, si Tita Lunin jemi të ftuar në javën e bibliotekave në Kosovë. Aty do flitet për një nisë jo pak të rëndësishme në këndvështrimin tëm. Bëhet fjalë për hedhjen, skanimin, digjitimin e antikuareve, që janë pjesë e fondit të bibliotekës Marin Barleti. Sigurisht janë libra të vjetër, fillojnë nga shekulli 15. Janë libra të vjetër, por unë e di që këto antikuare hapen herë mbas here edhe për publikun e gjanë. Edhe përpara gjithmonë edhe sot gjithmonë vazhdon ekspozimi sigurisht, por çështja është që për shkak të vjetërsisë dhe të rëndësisë do ishte marrë lehtë për publikun edhe në bashkohore, po mund të themi që revitalizohen. Po me kanë më të qasshme. Më të qasshme, sepse gjithçka po kalon tashmë në mënyrën digjitale. Pikërisht këtë proces mundet me e afru. Pra një libër të vjetër me bë 3. Pra me hek nga rafti, me kalu në monitor në ekran, e mundson ky proces, pikërisht procesi i digjitimit, edhe kështu ka me kanë mundun që kushdo me pas një informacion sakt edhe të vërtetueshëm për këtë listë librash, cilët janë këta libra dhe autor, dhe me kanë të mundshëm me pas akses nga kushdo, jo vetëm në vend, brenda Shqipërisë, po edhe nga persona studius të interesuar nga jashtë Shqipërisë, sepse janë ekzemplar të rëndësishëm, si për shembull një seri veprash e Thoma Aquinit.
Kështu që Është një proces i digitalizumi i librave. Sigurisht procesi ka nga filluar biblioteka marrin përlejtë faktikisht. Procesi ka filluar shumë herët, madje përpara bibliotekës kombëtare, por nuk ka ecë aq shpejt sepse mos harroj biblioteka kombëtare ka një punojësish e ke atë po flasim. Edhe mjete shumë Unë këtë isha të menu, sepse me digitalizu libra që përman një bibliotek, ose antikuare që përman një bibliotek, mendoj që duhet një ekip i madh. Nuk mund bëhet me një njeri vetëm. E di që e bën një person. Jena gjithmonë në kuadrin e personave vullnet mirë. Pra, që shkojnë për te mundësive reale. Se më duket një diçka njërisi, por njërisi që ka me kanë shumë e nevojshme nesër, edhe ka me kanë e pjen bibliotekën më afër tek lexuesi, edhe kudo, edhe realisht kudo në kohë. Ky është qëllimi. Ky është qëllimi. Do të jetë një punë kolosale, me sa e kuptoj. Duhet të jetë një punë kolosale. Është proces shumë i gjatë, po asnjëherë nuk e kupton sa vazhdon një proces nëse nuk e fillon. Duhet ke gjithmonë një fillim për me duhet me fillu për me pa se si qyshe tek punët më. Patjetër. Unë jam shumë falenderuese. Ne publikon do ta lajmë me poezinë të lexuar nga ju vetë në festivalin Fjala Fest, i cili u mbajt Milano. Jo, absolutisht sepse është një lexim një fillim nga ju, më nga Indri Qyteza. Jam shumë falenderuese për mënyrën se si e ke sjell tashmë bibliotekën nëpër shtëpiat tona. Nuk po them se kena ardhur atë biblioteka, po je mundu me përçu për tenesh bibliotekën. Për mënyrën se si librit i ki dhënë një zak kaq shumë të madh, edhe poetës mbrenda teje i ki dhënë zonin tashmë dhe ki kalu pak për mënyrës për mënajt vetëm tek ledja. Ja ke përçu dhe publikut. Faleminderit që ishe sot me mua në studio. Të dashur miq, ky ishte emisioni për këtë shtunë, pa diskutim që do të shihemi në shtunët në vazhdim, dhe edhe një herë ju jam falënderuese për mesazhet e panumërta. Mirupafshim së bashku herën tjetër. Aty ku shndrisin në gjitë detit, e qiellin në ndojnë nag. E zemrën teme të metun anej, e të rëzu me këtej, për me dasht frymë të tokës. Të rasht për fundi parzbit, e vetë Zoti mundet, e ullet me mdasht, për pak dit, për pak orë, më shehun në pak trup, e në shumë dritësysh që i kam sunë në pa. Laddove splendono, gli angeli ascesi dividono il cielo dal mare all'alba, e il mio cuore, rimasto laggiù e caduto qui per amare i respiri della terra. Buio è sotto il petto, solo Dio può e scende.